Xhibani ka reaguar në rrjetet sociale duke treguar se gjendja shëndetësore e babait të tij është e mirë dhe se ka lënë spitalin dhe tashmë ndodhet në shtëpi. Ndjej detyrim moral për të gjithë ju që më keni pyetur se si është babi, sigurisht. Nuk desha të postoj foto dhe video nga spitali sepse nuk më duke lishme fare. Megjithatë, tani që ka ardhur në shtëpi, ja hodhi. Më kanë uruar njerëz të ndryshëm, më ka thënë të shkuara dhe kam dashur të ta them që ke pas dashurinë e shumë njerëzve, tha Xhibani. U akthefsha me gëzime, por besoj se të kam prishur edhe punë, tha babai i tij. Jo more baba, nuk më ke prishur punë, madje mund të them që i ke bërë nder një vajze shumë të mirë, se i ke hequr një njeri që e bezdiste nga afër, shqyr Zotit, që je më mirë dhe mos të pafsha kur më në atë vend, tha Xhibani. Kujtojmë se Xhibani la shtëpinë pak ditë më parë pasi mësoi se i ati ndodhej në spital dhe se familjarët e tij kishin kërkuar që ai të ishte pranë tyre. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.